si mund ta vlerësojmë për shembull atë lërësin e namazit? Ai i cili e le namazin me vetdije të plot, si dhe ai nga përtacia, do thotë shele namazin. Para se të folim për lërjen e namazit, vetëm shkurtimisht se të ne, jo që i kanë fajt hoxhallart, as xhamati, sikur që e kemi thënë më herët edhe njerëzit e kanë thonë se faji është jetim. Mirë po hoxhallart kanë folë për namazin, nuk e di pse ju ka mbush menja xhamati se në xhama askush nuk mungon. Për namazin e Bajramit askush nuk mungon. Mirë po kur të vjen puna e krahasojnë xhaman me namazin e sabahit, mendojnë se xhamaja nuk ban mulan, e sabahi drejka i kindia ban mulan ose i të ban një javë pastaj i fal kaza, që nuk është e vërtetë kjo. Ne si musliman nuk ban asnjëherë me lan namazin, sepse dietarët islam kanë ixhma, të gjithë dietarët kanë bën konsenzus, i thonë ju në Shqipe, ixhma se ai që e lën namazin nga emancipimi shumë i ngritur, sepse mendojnë se jemi në shekullin 21, edhe në Evropë, edhe shumë mësim, edhe shumë shkollim, edhe nga një tjetër, edhe namazin nuk shkon. Mirë po ne duke e ditur se asgjë nuk kemi, edhe nuk ka dobi pa namaz këtë botë. Ju themi muslimanëve që pa namaz nuk ka fitim, sado që mëson edhe sado që shkollohesh, edhe ku dush shko, nëse nuk i përulesh Allahut nuk ke dobi. Konsenzusi dietarëve ose ato të cilët e mohojnë namazin, edhe nuk e falin namazin, duke qenë të vetëdijshëm, ato kanë dalë nga feja islame. Mirë po, ne këtu kemi të bëjmë me njerëz që nuk e mohojnë namazin, mirë po nuk e falin namazin nga përtatësia ose se shumë janë të zanë. Këtu dietarët kanë thonë ose janë dy mendime. Mirë po une e kam për, jo që e kam borç, mirë po ta themi mendimin e Ebu Hanifës, pasi që shumica ose 99% ki vend i takojnë me dhëbit Hanefi. Ebu Hanifja thot, ai njeri që le namazin sepse është përtac, ose shumë është i zënt me punë tjera, ai mbillet në burg. 3 ditë burgos. Në qoftë se nuk i bjen pishmanit, nuk bën taube, nuk pendohet, do të thotë rrin burg derisa të pendohet edhe të fillon të fal namaz. Unë edhe këtu i lus musliman që të kthehen namaz, sepse pa namaz nuk ka dobi edhe jeta jam.